Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar pak një lajm që në fakt është ngritur dhe po bën bujt madhe në për të gjithë mediat ros se a duhet të largohet zhaku nga shtëpia apo duhet të qëndrojë zhaku në shtëpi. Tani, pasi që produksioni i Ferma VIP ka qenë një produksion i cili ju ka dhënë zë shumë ofendimeve, i ka komentuar, do me thënë kanë marrë fermerët edhe dënime për ofendimet, për gjuhën e përdorur, për urrejtjen, për mlefin, për inatin, për situatat e krijuara brenda në ferm, me patjetër që do të veheshte në pyetje, a duhet të del zhaku nga ferma? Për mendimin tim, për kulturën që zhaku tregon, për qëndrime që zhaku tregon, për natyrën se si zhaku është duke bërë lojën dhe për mënyrën se si zhaku përzgjodhi që të jetë në lojë dhe ofendimin që adresoi kundër drejt mimozës dhe ofendimet e tjera që bën gjatë debateve, gjatë diskutimeve, gjatë temave, unë mendoj që zhaku me patjetër duhet të largohet nga ferma dhe nuk duhet të jetë pjesë e fermës. Por duke e ditur që tashmë në ferm tensionet, loja, inati dhe lufta e madhe për të arritur tek çmimi 200.000 euro po bëhet edhe më i madh, mendoj që zhaku do të qëndroj brenda në shtëpi. Tani, unë mendoj që nëpërmjet zhakut Ilirit, sepse zhaku dhe Iliri pothuajse kanë krijuar një grupin e tyre, dhe Mimoza në këtë rast, edhe Bujaka, kanë krijuar dy polet e tyre, kanë krijuar dy grupet e tyre, dhe duke i krijuar dy polet e tyre, unë them që tani fillon lufta në fermë, tashi më ferma, ashtu siç nuk ka qenë e bazuar në fakt se kjo fermë ka qenë pak më ndryshe, ashtu siç nuk ka qenë e bazuar tek kafshët, tek punët e një bujkut i cili do me thënë jeton në ferm, kjo ferm ka qenë si Big Brother, mendoj që produksioni me hyrjen e zhakut arriti që të krijon atë grupin apo atë polin që dëshiron të ta krijon, që në fakt e kishte krijuar, por nga tensioni i madh i publikut jashtë duheshte që t'i nxjerrën fermerët. Dhe mendoj që në dhomën e Agait, për të mos i humbur më lojtarët brenda, sepse nuk mundet më t'i gjen këto fermerë dhe ta krijon dinamikën, sepse ka mbajtur dinamik çdo ditë, mendoj që Agai i mban pak me informacione dhe i këshillon se si ato duhet të sillen dhe se si ato në këtë rast duhet i mbajnë këto qëndrime. Dhe në këtë rast unë e shoh zhakun, e shoh në fakt pak të favorizuar, sepse ishte Arbana ajo e cila tha që Agai do të merr masa për gjuhën e urrejtjes dhe për kërcënimin të ushtruar kundër drejt Mimozës dhe kërcënime që zhaku vazhdon të jep nërbuz kundër drejt Mimozës, por duke i ditur që i duhet për lojë, duke i ditur që i duhet për klikime, duke i ashitur produktin në zhaku fermës, me patjetër që zhakun nuk do ta nxjerrin nga ferma, por do ta mbajnë deri në një pikë të caktuar që zhaku do të thënë t'i lëviz të gjithë gurët në ferm dhe të jetë një nga banorët që po komentohet dhe po përflitet më së shumti për të. Të paktën këto lloj qëndrimesh unë kështu i shoh në ferm dhe në qëndrimet e zhakut edhe Mimozës. Tani Mimozën e shoh një viktim e cila në fakt lufton për të siguruar një të ardhme të saj të sigurt, ashtu siç ka bërë gjithmonë. Nuk është hera e parë që Mimoza vuan kaq shumë për të marrë një gjë të vetën që në fakt i ka takuar edhe më herët që ta merr. Vështirësi të madhe do të kaloj deri në fund. Fituese e çmimit me patjetër që do të jetë Mimoza, nuk e diskutoj që mund të jetë dikush tjetër, por e shoh që pak Agai ja forcon lojën, sepse nuk dëshiron që ta çojë këtë çmimin në atë formë dhe normalisht lufton edhe për ta shitur produktin e tij. Do të thënë unë shoh këtu një situatë për ta shitur produktin. Edhe pse bëhet një kauzë e madhe jashtë, do të thënë janë komente të shumta, janë analiza të shumta se a duhet zhaku të del, a duhet të qëndroj. Unë mendoj që duhet të qëndroj, se ndonjëherë duke i goditur të tjerët, duke u munduar që të tjerëve t'u nxjerrim gjërat më të këqija, duke i goditur, duke i ofenduar, duke i poshtruar,
duke ja vështirësuar atë lojën e tyre, ne realisht i ngrem vlerat e tyre dhe në këtë rast unë e shoh Zhakun që po bën ngritje të vlerave të Mimozës, vetëm po tregon njerëzillikun që ka Mimoza ditë edhe natë. Nuk është e lehtë të qëndrosh brenda në këtë tension, për shembull që qëndron Mimoza. Mimoza që në ditën e tretë e përballon këtë tensionin, por duke u bazuar në fjalët që Mimoza ka thënë që jeta ime jashtë është shumë e vështirë se sa jeta këtu brenda, unë mendoj që Mimoza do t'ja del pa pikë diskutimi, por që Zhaku do të del nga shtëpia, nuk e besoj dhe nuk kisha dashur që të del, sepse personazhet si Zhaku bëjnë ngritjen e Mimozës dhe edhe më shumë e bindin publikun që Mimoza duhet jetë fituese.